Spektaklin ton dhe t'juaj në odën mirë mrama zotri Naim Abaze. Falje, ti kërko falje. Nuk jam shumë i njohur që kërkoj falje. Nuk ta kum pru punën që ti me kërku falje, kështu që jena okej, më stanin, teksti nuk vlen për neve. Po dhe, unë s'ta kum pru punën që me kërku falje. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Jemi bashkë, jemi këtë në sheshin tuaj, në Odeon, në radio televizionin 21. Do të kemi sonte një mbrëmje të bukur me këngë me humor, si gjithherë, pak gjithmonë mundohemi që të ndryshojmë, që të jemi të lëvizim me atë dialektikën jetësore, në mënyrë që gjithmonë të keni diçka ndryshe, por e bukura është aty se do të keni mysafir të veçantë, do të kemi edhe profesor që pretendojnë për të qarë drejt Parlamentit të Republikës Kosovës, do të kemi këngë, humor e kështu me radhë. Jemi këtu në këtë skenografi të glamur që është dorë vendore, e që apropo kësaj i përshëndesim gjithmonë nga zemra sponsorës.
sponsorët tanë, mbështetja jonë e mirë. Mbështetja jonë e mirë gjithmonë. E vërtet, I falenderojmë. Ecim tutje me spektaklin ton, pa humbur kohë. Për çdo javë mundohemi të themi diçka, ta rekapitulojmë javën e kështu me radhë. Megjithatë, veç do të thoja një gjë. Vërtet zgjedhjet po vinë. Zgjidhni më të mirët, votoni më të mirët. Do t'i ftoja publikisht që edhe nëse nuk janë lista intelektuale, njerëz të ditur të këtij vendi, ja kanë për borxh me uçu, me i dal zot vendit. Ky vend duhet zhvillohet. Është e pamundur kështu të mbesim gjithmonë të fundit në për lista të ndryshme, qofshin ekonomike, juridike, shëndetësore, kështu, edhe ka që kemi, mundësi kemi. E kemi mërgatën tonë, që akoma vrullshëm sjell mbi 2 miliardë remitanca. Se na flasim me shifra zyrtare, po e dim se sa vinë edhe me forma tjera, flasën për gjepa e kështu, dhe kjo na bën që ta kemi një kaqik të fortë në dorë për zhvillimin e këtij vendi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj nuk guxojmë dhe nuk guxoni të na bëni rob të përplasjeve tuaja, të interesave tuaja, qofshin partijake apo dhe individuale. Në asnjë mënyrë. Ne duhet jemi ata që kërkojmë përgjegjësi ama nga të gjithë. Nga të gjithë ata që paguhen me taksat e këtij vendi, me djersën e këtij vendi, e të këtyre njerëzve të këtij vendi, që meritojnë progresivisht të jetojnë më mirë. A fola në qysh? Shumë mirë, po që po të unë po mendoja, a tu përfundojnë me qëto zgjedhje s'kena mo? A ne ka vjeshta? Qështë është ajo? Në s'kena mo, kështu do t'ishtë mirë. Le t'i ftoj pa humbur kohë ato që na sjellin gaz e lumturi në shtëpi tona për çdo javë, me humorin e tyre. Artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. Ma e mira, ma e vizlushmja. Ti. Ti je ma e mira. Qysh je Kule? Nombre, ti? Mirë, faleminderit, mirë. Po mjenë mirë, kur jeni ju mirë, edhe ne jemi mirë, apo? Kule. që kjo kohë na myti se. Koha na myti, Allah na tranaj, për shka me bohe? Po duhet me duru. E kam një njoftim. Hajde, kohë njoftimesh. Po, të nderuar qytetarë të Kosovës. Heqja dorëve të gata, që u konë me 15 maj, u shty deri me 1 qershor ose ma shumë, për shkak pedini jumë. Kështu që ajo që u konë vjetë, si vjetë karon, nuk vlenë mo. Mës ga boni mi hiq donet para patligjonat 50 cent. U mërdhim, ja. Done, poshte, done, nalte, kej done. Vëllaj edhe qysh janë bo kohrat edhe me i lidh poshtë është mirë. Valla po. Oj, Hyr. Kuku, qako mi kalzu. O, Allah. Ata 2 budolt, të rrenë mi disëbori. Kush? Kunati me kunatën. O, zot, hur. Dullë më në buri. Kërejt ma halla bëjna dollë, me nëzikin a do. Me nëzi. Pse mëre qa u ba? Ja nisën përpije, e ku hinën, e ku dullën, o Allah. Zdi, a ishin tranua që a ish bo puna të ne. Oj, heke, oklagi, kunati. Sa që më kje bim. Deri kur ti kështë, idiot, bim, e thash, qka u bajnë tranua. Deri kur tha dën me piti qështu. A peshe sa njeri, tha, ka hi në vërë, tha, u dek, tha, shka u kja alkoholit. Ky pe këqyrë, këto do lajëm kanë të vuret, këtë në për ato përmendore që a kom pa që shkrujke pej grus, pej fëmijës, pej familjes, nas një nuk shkrujke pej alkoholit. Masanena, kjo gjojt këtë janisim ja përmenë edhe kohën e pandemisë. A i buri jam pithatë, ma be le ato që e në konë, s'ki nevoj mi përmenë sen. Qysh tha, s'kom nevoj. O vequn e di, o Allah vequn e di, o shpirti jam e din, kur jo marrë një dit,
pej punët 2 sahat ma herët. Hi në shpe, s'pesha, grun, po shkaj të dhoma a fjetjes, pe qeli derën. Qka me po? Gruja si qështu, kumara si qështu. Qa. Ajo kështu, kë kështu. Dët flejshin. Sollak. Veç tha jom zotni shumë i madhë, se ko mujtë me thonë që ka ndek pe i korone. Masani, kunota. Apo menon që kom haru edhe una, kur jo morë një ditë të shpia, tha të kom zonë me shvalirk? Tha te kopa, tha, po të kujtojt, tha te kopa fap, tha para te, tha t'ja nisa mi hi, bi me bam, me bu me, bi me bam. Apo të kujtojt, qa më thëjshe? Apo të kujtojt? Mshoj kudrës, mshoj, se bëtha e kësoj, po dënë mëna e prish neve martesën. Allah. Po gruja si buka, për dit. Shvaler ka si kollaç, atin, ko maskoje. Tash, dikush që hanë shpesh kollaç, jetë pa drek? Jo, po. Oj, hyr. Kur gjata, kur ja ka nis me bërtit si e trant. O, idiot, oj poshtër, oj paftyr, o ti kështu, o tja, nuk di zez, nuk lapa, i thonë. Tha, të kujna janë që të brek, të femna që në gjeptonin. Tha, tu orë, tha, këj shia, tha, mnoli, tha, që, tha, këtheja grus tonë se i ka haru të unë. Qa tani dështë i jemi një farë bekon, thot, dashuria bashkëshortore shton gjinin njerëzore, ndërsa dashuria njerëzore e plotëson atë.